Sinonimi një tragjedi emri djalit të familjes Kola i mbishkruar mbi derën e vullosur në Gryksh. Dera e drunjtë të shtëpisë në Gryksh të Peqinit të familjes prej 4 antarësh që humbi jetën tragjikisht në Itali për shkak të helmimit nga gazi që ndronë mbyllur siç ata e kanë lënë para se të largoheshin, ngjyra e saj e zbetë e vjetruar nga koha dhe vende dal boje, thyet vetëm nga një mbishkrim. Dari Kola është emri i djalit të familjes Kola Hajdarit, 22 vjeçar i cili punonte elektricist. Dari duket se ashtu siç bëjnë shpesh fëmijët gjatë lojrave të tyre, ka shkruar emrin e vet mbi derën e shtëpisë. Një mbishkrim që tashmë përkon me një dhimbje të paimagjinueshme, një tragjedi që me kohën do të kthehet në një kujtim të trisht. Hajdari ishte një djalë shumë i ëmbël dhe punëtor i palodhur, flisnin shpesh dhe ai nuk ishte asnjë qëllim tjetër përveç se të ndihmonte familjen dhe prindrit e tij. Është prehur kushëriri i tij, durimi për Corriere della Sera. I riu kishte studiuar hidraulik në një shkollë të mesme në Lucca, punonte në një kompani lokale, asnjëherë vonë, asnjëherë me justifikime, një djalë punëtor nga një epokë tjetër, ka thënë një koleg. Banorët e fshatit e kanë përshkruar ngjarjen si tragjedia më e madhe që ka ndodhur. Panesa në zonën e Lukas në Itali ku ndodhi tragjedia është pronë e artikolës i cili prej disa dëshmitarëve kishte bler rreth 3 vite më parë, por vetëm kohët e fundit familja kishte filluar të jetonte aty.